Shikues të nderuar të Alpo Televizioni ju përshëndes, ju ftojmë të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Të vish në Gjirokastër tashmë jo vetëm për vizitë turistike, por të përjetosh edhe punimet artizanale. Kjo është mundësia që u jepet turistëve në ateljet si ajo e Viktor Nurçes. Ai thotë se ka një interes nga të huaj, të cilët vinë dhe të provojnë të gdhendit drurin në suvenir të ndryshëm. Të vish në Gjirokastër tashmë jo vetëm për vizitë turistike, por të përjetosh dhe punimet artizanale. Kjo është mundësia që u jepet turistëve në ateljet si ajo e Viktor Nurçes. Ai thotë se ka një interes nga të huaj, të vinë dhe të provojnë të gdhendin në dru, suvenir të ndryshëm. Vazhdojmë punën. Vajzat kanë ardhur që nga Anglia për të bërë një suvenir me dy valët e tyre, duke parë dhe shtëpitë karakteristike muze, duke marrë dhe një frymëzim që andej. Dhe tani jemi në proces punë derisa ta përfundojmë. Është vazhdimisht si vjet, ndryshe nga vitet e tjera, ka filluar pak më shpejt. Dhe parë kishim një djalë gjerman, kemi pas të tjerë të huaj. Shpresojmë që ky vit jetë shumë i mbarë. Kjo është e bukur që marrim në vetë të përfunduar dhe provojnë në Gjirokastër një eksperiencë ndryshe nga tjerat. Përveç anës ekonomike që normale që jemi pjesë e kësaj e turizmit, por ajo ideja time ishte që unë të fokusohesha dhe të bëja diçka pozitive në kuptimin asaj që ta turistë, ta të huaj që vinë, me të vërtet të prekin këtë pjesë të Gjirokastërës që ka të bëjë me trashëgimin dhe mundësisht ti ushqej, ti frymëzoj suvenirin dhe ta marrë si kujtim që të ngelet i përjetshëm tek ata. Dhe kjo ka bërë dhe tjetërin që këta flasin në njëri tjetërin dhe bien njëri tjetërin dhe shi. Të ndryshmet bile ndodhë që në 60% të rasteve, këta që janë të rinj, kryesisht bëjnë ato motive, ato vizatime që kanë bërë në fëmijërinë e tyre. Mullin me erë që ka karakteristik Hollanda, disa kanë bërë avion kaçator të vjetër. Vetën e saj, në një foto që ka pasur në ambientit e Kalas. Ajo ka një portret i cili është me sy të mbyllur, është si thua një portret vajze që quhet si ëndër. Yes. Name? Manasa? Manasa. Yeah. You are from England? The U.S., San Francisco. Oh, Ash. Come to Geocastr experience. Vivaldo, sa vjeç je? 8 vjeç? Në që klasë je? Po qa po bën këtu? Qa je duke bërë? Punon? Çfarë punon? Çfarë është kjo që po bën aty? Figura? Lule?
ka ajo Lulia? Lulia si quhet? Ha? Lulia Dele, bravo. Fantastik, fantastik. Dalemi tashmë në një blok informativ nga vendi. Shqipëria është drejt rrugës së transformimit në një qendër inovacioni dhe zhvillimi. Sapo ka hyrë në fuqi strategjia e specializimit inteligjent 2024-2030, e cila synon të intensifikojë fusha premtuese të referuara si fusha prioritare me qëllim nxitjen e inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm përmes ndërhyrjeve publike dhe private. Këto fusha prioritare identifikohen bazuar në pikat e forta ekonomike, inovative dhe shkencore të vendit. Njohurit e ekspertëve dhe dialogun me palët e interesit të sektorit privat, akademisë dhe shoqërisë civile. Pikërisht ky mos përcaktimi fushave prioritare vetëm nga poli i bërësit është një nga veçoritë kryesore të procesit strategjik. 3 nga fusha prioritare të kësaj strategjie janë energjia e rinovueshme dhe burimet natyrore si turizmi, zinxhiri ushqimor i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm. Fusha e parë synon konsolidimin e Shqipërisë si lider në energjinë e rinovueshme dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve. Prioriteti i turizmit synon të tërheqë një audiencë globale duke ruajtur integritetin ekologjik dhe historik të vendit. Bi 985 kg çuke kryposur me prezencë të parazitit L3 anisakis është futur në Shqipëri nga Kroacia dhe Italia. Kjo është ajo që ka zbuluar akuvës së fundmi, ku në rast se do të hidhej në treg do të rrezikonte shëndetin e qytetarëve, pasi ky parazit shkakton inflamacion gastrointestinal, po mund të shkaktojë dhe komplikime kur depërton në mukozën e stomakut apo zorëve. Gjithashtu, nga kontrollet janë gjetur edhe mbi 4516 kg fileto deri me salmonel të importuara nga Brazili që do të hidheshin në treg. Në përgjigje e kthyer nga AKU, thuhet se açugja është bllokuar dhe do të asgjësohet në Shqipëri. Ndërsa në lidhje me fileton e derit, njoftohet se qëndrojnë të hapura 2 mundësi. E para, kjo sasi mishi mund të asgjësohet ose do të jepet subjekteve të tjera të cilat plotësojnë kriteret për trajtimin e produktit deri hedhjes së tij në treg. AKU pyet se çfarë përfshinte përpunimi më tejshëm i mishit me salmonel, por nuk theu asnjë përgjigje, duke hedhur dyshime se si ky produkt do t'ju ofrohet përsëri konsumatorëve. Do të njemi me zhvillimet nga bota. Banorët Toskana dhe Emilia-Romagna kanë kaluar një ditë të errët pasi moti i keq ka shkaktuar shpërthime të stuhive dhe rresheve të dendura të shiut, duke rrezikuar sigurinë e qytetarëve dhe duke sjellë përmbytje masive. Në orët e pasdites së djeshme ka hyrë në fuqi një alarm i kuq për provincat e Firences, Pratos, Pistos dhe Pizas. Kjo është një nga masat më të rënda të sigurisë, duke patur parasysh shtrirjen dhe pasojat e mundshme të rresheve që kanë rritur nivelin e ujit në lumenj dhe përrenj, veçanërisht në lumin Arno, i cili është në vëzhgim të vazhdueshëm. Ministri për mbrojtjen civile Nelo Musumeci ka kërkuar një dekret për shpalljen e një gjendje mobilizimi të jashtëzakonshëm për rajonin e Emilia-Romagna dhe Toskanës, me qëllim që të mundësohet menaxhimi i situatës emergjente dhe shpëtimi i jetëve të qytetarëve. Trump theksoi se lideri i ISIS-it u vra nga një operacion në ushtrisë amerikane bashkëpunim me qeverinë irakiane dhe ato rajonale kurde. Lideri i arrestuar i ISIS u vra në Irak. Luftëtarët anë të patrembur ndoqën pa pushim. Jetës së tij të mirë u dha fund së bashku me një tjetër antar të ISIS-it, në koordinim me qeverinë irakiane dhe qeverinë rajonale kurde, paqja përmes forcës, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Kryeministri britanik Keir Starmer do të organizojë një summit ku do të marrin pjesë 25 liderë, të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë në ruajtjen e paqes së mundshme në Ukrainë. Përveç se liderëve evropian, në këtë takim do të marrin pjesë edhe përfaqësues të Kanadas dhe Australisë. Përpara këtij takimi, Starmer në një deklaratë theksoi se duhet përdorur çdo mjet i mundshëm për të detyruar Kremlinin që të pranojë paqen. Shpërfillja e plotë e Kremlinit për armë pushim të presidentit Trump tregon vetëm se Putini nuk e merr seriozisht paqen. Nëse Rusia më në fund vjen në tryezën e negociatave, atëherë nuk duhet të jemi
gjatë gjithë kohës në mbikëqyrjen e tyre, por duhet të gatshëm të mbikëqyrojmë një armë pushim për të siguruar që kjo është një paqe serioze dhe e qëndrueshme. Nëse nuk e bëjnë atëherë, ne duhet të shtrojmë çdo mjet për të rritur presionin ekonomik ndaj Rusisë për të siguruar një fund të kësaj lufte të ashpër, ka thënë Stramer. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.